Shkruan Merobaza, Shqipëria çel sot fushatën elektorale me më pak surpriza në historinë e saj të pluralizmit, por me më shumë deformime propagandistike se kur më parë. Për shkak të nevojës për oksigjen të opozitës së Sali Berishës, për shkak të qenit non grata në SBA, e gjithë fushata e tyre ka si strategji shpresën se Trumpi do të heqë non gratën Berishës dhe ata do bëhen njësoj me Edi Ramën pas kësaj. Por në fakt non grata nuk është diferenca reale që opozita ka me Ramën. Diferenca është tek votat dhe ajo është një diferencë historike që nuk kompensohet dot. E vetmja gjë që po bëjnë është që në vend që të flasin për hallet e shqiptarëve, po flasin për hallet e Trumpit. Edi Rama nga ana e vet i pamëshirshëm, siç është në fushat, u ngre akoma më shumë nerva, duke mbështetur publikisht politikat e Trumpit ndaj Europës, çka nëse merret seriozisht hedh në erë rrugtimin europian të Shqipërisë. Derisa ekzistonte transatlantizmi, ndarja mes Europës dhe SBA-ve, nga një politikan europian quhej tradhti. Loja ja me Europën, por jo me SBA-t, apo ja me SBA-t, por jo me Europën, quhej hipokrizi. Klasifikohet direkt si antiperëndimora. Por transatlantizmi vdiq me ardhjen e Trumpit në pushtet. Ai e bëri fakt të kryer me fjalimin e zëvendës presidentit Vance në mëny dhe po e thellon çdo ditë. Europa ka nisur të mendojë me zë të ulët që të mos dëgjohet në Washington dhe po ndërton planet e saj ushtarake, financiare dhe politike, përfshirë dhe zgjerimin e saj në Ballkan. Tani kjo betejë në Tiranë për Trumpin është më shumë një betejë që ilustron veset e lidershipit shqiptar sesa një betejë për Amerikën apo Europë. Identifikimi me Trumpin është një mrekulli për udhëheqjen politike në Shqipëri. Në aspektin e raportit me ligjin, ata ndrojnë pikërisht fatin e Trumpit, një udhëheqës që i ngrihen akuza dhe i shmang me pushtet politik, ndërkohë që në Shqipëri mund të ikësh nga politika edhe nëse ke marrë një job patente në Itali para 30 vitesh. Në aspektin e korrupsionit është po ashtu një lehtësi e madhe, pasi të fitosh para si Trumpi nuk quhet më as konflikt interesi as korrupsion. Nga pikpamja politike akoma më mirë të marrësh peng një parti politike si pasanik dhe ta vësh në rresh duke ndryshuar historinë e vendit tënd është një ëndër, mos të flasim pastaj për ngacmimet seksuale. Në këtë aspekt Trumpi në Shqipëri është i adhuruar, jo për atë që po i bën SBA-ve, por për atë që udhëheqësit tanë ndërrojnë të jenë. Ndaj fillimi i kësaj fushate me mercenarë të paguar që identifikohen me Trumpin apo me lavdrime publike për Trumpin, nuk rrezatojnë pa kënaqësinë masive të SBA-ve ndaj 3 muajve të Trumpit dhe as atë që po i bën Europës, por tregojnë qartë atë që duan të bëjnë vetë këta në Shqipëri. Ndaj ignorojeni këtë dimension të fushatës Trumpit, do t'i duan disa muaj të kuptojë se ku bie Shqipëria dhe çfarë ndodh këtu. Ndoshta disa vite për të menduar 5 sekonda nëse duhet marrë ndonjëherë ndonjë vendim për këtë vend. Ai e ka mendjen te shifrat dhe tregu dhe ne jemi askushi në këtë drejtim. Ky është edhe fati ynë në këtë rast. I vetmi prioriteti i Shqipërisë duhet të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian, pasi ai është një proces real, i vizatuar qartë me rregulla, me detyrime dhe me përfitime. Europa nuk e ka humbur ende rrugën e oborr. Bota nuk është në makt nga ato që bën Trumpi, por nga padia nëse SBA do të marrë një kthes që do të vazhdojnë, apo do të rikthehen prapë te transatlantizmi pas Trumpit. Derisa kjo gjë të sqarohet, le të qëndrojmë me kokën nga perëndimi dhe të bëjmë detyrat që na takojnë për të bërë një vend europian, sepse ky është fati i 4 milion shqiptarëve, trumpizmi është fati i 4 vetëve.